Anjeza Shahini ka dalë fuqishëm në mbrojtje të Mirit, pas akuzave dhe komenteve të ashpra të babait të Selin, të cilat u bën publike gjatë qëndrimit të tij në Big Brother VIP Albania. Përmes një reagimi të gjatë dhe të hapur, këngëtarja ka dërguar një mesazh të qartë kundër linçimit publik dhe dhunës mediatike, duke theksuar rëndësinë e respektit dhe të drejtës për të mos u gjykuar padrejtësisht. Artistja zbulon se rreth 20 ditë para hyrjes së Mirit në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, ata kanë pasur një bisedë të sinqertë dhe personale, ku Miri kishte shprehur qartë se nuk kërkonte as mbështetje, as miratim, as ndihmë të jashtme, por vetëm të vlerësohej për atë që është. Ai beson ende se njerëzit nuk lindin për të shajtur, nuk paguhen për të lënduar me fjalë dhe nuk bashkohen për të denigruar një qenie njerëzore deri në palc, shkruan Shahini, duke nxjerrë në pa besimin e Mirit në të mirën njerëzore, pavarësisht situatave të vështira. Në reagimin e saj, Anjeza thekson karakterin e veçantë të Mirit, një person që zgjedh të ndërhyjë për të mbrojtur të dobëtit, që pyet dhe mendon para se të përqafojë dikë, dhe që vendos veten në rrezik për të mbrojtur të tjerët. Ajo nuk i kursen fjalet kur i referohet akuzave të rënda që, sipas saj, janë bërë nga një prindi një vajze të rritur, duke i cilësuar si të padrejta, të dëmshme dhe thellësisht zhgënjyese. Ta etiketosh një njeri me zemër të artë si Miri me epitete të tilla është kriminale, shkruan Shahini. Ajo shton se sulmet e tilla nuk kanë vend në një shoqëri që pretendon të jetë e drejtë, humane dhe aftë të kuptojë diferencën mes realitetit të një loje televizive dhe jetës reale të njerëzve. Në fund, Anjeza nënvizon se Big Brother është vetëm një lojë televizive, që në shumë vende të botës shihet me lehtësi dhe pa seriozitetin që mund të humbë ndjenjat dhe dinjitetin e pjesëmarrësve. Reagimi i Shahinit është një thirrje e hapur për përgjegjësi dhe empati, duke rikujtuar se pas spektaklit televiziv shihen njerëz me emocione, ndjenja dhe histori të vërteta që meritojnë të trajtohen me respekt. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.